së njëjtës është zhvilluar eventi i 20 dhjetorit të Geraldina Spoza dhe mes shumë të ftuarish padyshim që Lori Hoxha dhe Luana Vjollca kanë dalluar, më tepër për faktin se kanë qenë pothuajse të veshura njësoj. Si femra që janë, me siguri nuk do i ketë ardhur mirë. Megjithatë, ato kanë postuar në Instagram foto me njëra tjetrën, duke dashur kështu të shuajnë edhe zërat, që thojnë se marrëdhënia e tyre është e tensionuar. Kjo finale Top Festit rezervoi një shumëllojshmëri fustanesh. Një ndër ta ishte dhe Eçi Lietës, i cili sigurisht nuk mund të ishte ndryshe. Një dekolte super e hapur dhe në ngjyrë të bardhë, duke bërë Lietën të dukej një perëndeshë vërtet. Jonida Maliqi, siç e cilëson edhe vetë në foton e postuar në Insta, është bërë pre e manis për selfie. Ky e fundit është një foto që nuk është shkrepur nga vetë ajo, por do e ketë pasur një qëllim. Ndoshta ekspozimin e veshjes që ajo bëri në Pallatin e Kongreseve për Top Festin e fundit. Bukur, si gjithmonë, kjo vajzë nuk zhgënjen me shije në të veshur. Nuk mund të mungonte dhe Fjolla Morina, e cila tashmë është bërë pjesë e pandare e showbizit. Edhe pse shtatzën, Fjolla nuk është nga ato që rri në hije. Bukurosha jo vetëm është aktive në për evente, por edhe në për foto seksi si kjo që po shikoni. Ec aty Fjolla, më bukur, prishet. Geraldina Spoza është në prag të eventit të radhës dhe me sa duket nuk do të mungojnë surprizat edhe këtë herë. Një ndër to është edhe Jonida Maliqi, e cila postoi këtë foto si për të treguar se do të jetë sot prezente si një modele me një fustan të madhërisëm nuseje. Me siguri, surprizat nuk mbarojnë këtu. Presim.